Nga Bashkimi Demokratik për Integrim sot kanë reaguar lidhur me devijimin e rrugës për ndërtimin e korridorit 8, nga që thonë se po bëhet e qartë për të gjithë se me vlenin në pushtet jo vetëm që nuk ka zhvillim, por edhe zhbëhen edhe projektet dhe arritjet që janë ndërtuar me vite. Sot po bëhet e qartë për të gjithë se me vlenin në pushtet jo vetëm që nuk ka zhvillim, por po zhbëhen edhe projektet dhe arritjet që janë ndërtuar me vite. Çdo dështim po mbulohet me arsyetime të dobta, me justifikime të fabrikuara dhe me një propagandë që i trajton qytetarët sikur nuk kuptojnë se çfarë po ndodh. Dëshmi për këtë është edhe anulimi i segmentit Trebenish Truk Qaftan, kur para një muaj kur ne reaguam, u thanë se po shpifnim, se projekti nuk ishte në rrezik dhe se gjithçka po shkonte normalisht. Sot e vërteta doli në shesh. Projekti nuk vazhdon. Pra atëherë na gënyen dhe sot po e fshehin të vërtetën. Kjo nuk është vetëm anulimi i një rruge, kjo është anulim i një perspektive zhvillimi, i një korridori strategjik dhe një interesi të madh shtetëror. Arsyetimi se kjo po bëhet për shkak të UNESCO-s është një justifikim i dobët për ata që duan të gjejnë arsye për të mos bërë punë. Kur ka vullnet politik, gjenden zgjidhje. Kur nuk ka vullnet politik, gjenden arsye. Problemi nuk është teknik, problemi është i qëllimshëm dhe politik. Dhe për këtë përgjegjësia bie drejt për drejt mbi Vleni. Vleni është pjesë e qeverisë. Vleni mban përgjegjësi. Por për projekte që lidhen drejt për drejt me Shqipërinë dhe Kosovën, nuk kemi parë asnjë reagim, asnjë kundërshtim, asnjë qëndrim. Sot jemi në një situatë ku një projekt po anulohet, ndërsa nga ana tjetër, një projekt tjetër ai Shkup-Llac po ulet nga autostradë në rrugë ekspres, ndërsa Vleni hesht dhe sillet sikur asgjë s'po ndodh me këto vendime. Ato heshtin, ose arsyetojnë vendime të dëmshme, ose sillen si spektator në qeverinë ku vetë janë pjesë. Kjo nuk është politik, ky është nënshtrim politik. Kjo heshtje nuk është neutralitet. Kjo heshtje është miratim. Dhe miratimi i vendimeve që dëmtojnë interesa strategjike të qytetarëve është tradhti politike ndaj votuesve të tyre. Ata janë në qeveri, por nuk vendosin. Ata janë në pushtet, por nuk flasin. Marrin poste, por nuk marrin përgjegjësi për asgjë, sepse nuk lejojnë. Ata janë vetëm kukulla. Qytetarët duhet ta dinë qartë. Çdo projekt i ndaluar, çdo projekt i zvogëluar dhe çdo mundësi e humbur për zhvillim është përgjegjësi e kësaj qeverie dhe Vlenit si pjesë e saj. Ka ardhur koha që të ndalen arsyetimet, të ndalet propaganda dhe të pranohet përgjegjësia. Dhe për të gjitha këto vendime, përgjegjësi do të ketë.